interpretuar. Është një mbrojtje tjetër tani taktike, me gjykata, me afate, me zvarritje të gjërave. Sa funksionale mund tjetë kjo? Po, por kjo mbrojtje që ju e quani me zvarritje me gjykata, nuk është një atue politikanëve. Këtë mund të bëjnë shumë mirë avokatët, këtë mund të bëjnë shumë mirë juristët, por politikani që ka marrëdhënie me publikun dhe detyrohet, në një farë mënyrë është i detyruar për transparencë ndaj publikut, duhet japi versionin e tij për akuzat. Pra, nëse ne kemi lexuar dosjen e zonjës Balluku, mënyrën si ajo drejtonte tenderat, a mund të perceptohet në një vend që qofte edhe si fasade që quan vendin veten demokratik, që kjo zonjë të rinë në detyrë, pa dhënë ende, ka kaluar një muaj pa dhënë ende një shpjegim. Qoftë duke thënë që ato nuk janë të vërteta, ato janë të keq interpretuara. Pra, deri tek skandali i inceneratorëve, ky pushtet ka pasur një filozofi të caktuar. Pra, dhe kur plasën skandalet e inceneratorëve, ata thoshin, ne jemi nisur për vepra të mira, por ka pasur abuzime dhe tejkalime gjatë procesit të bërjes këtyre veprave të mira. Edhe për inceneratorin që nuk ekzistonte kjo që fabula që servirej. Sot ndrojnë në koltuqe pa pasur më fabul, pa pasur guximin dalin para publikut dhe o të pranojnë fajin, o ta justifikojnë atë. Kryeministri Rama ka lënë të kuptohet, e ka thënë që pa marrë vendim gjykata kushtetuese nuk do kemi lëvizje në kërkesën për imunitet që ka bërë SPAK-u, pak a shumë, pra deri në 22 janar do presim gjykatën kushtetuese. Megjithëse duket se këto çështje janë në linja paralele, SPAK nuk është ndalur nga vendimet e gjykatës kushtetuese, ka vazhduar punën e tij. Çfarë mund ndodhi, çfarë ndryshon në varësi të asaj që do thotë gjykata kushtetuese në lidhje me këtë që kërkon SPAK dhe gjykata e posaçme? Kjo sipas meje është një nga libit më qesharake që Rama ka hedhur në publik, se kush ka njohuritë fillestare dhe të një studenti të vitit parë të juridikut, e kupton se çështja që gjykohet në gjykatën kushtetuese nuk ka asnjë lidhje me çështjen penale për cilën SPAK-u kërkon heqjen e imunitetit. Në gjykatë kushtetuese, e cila u gjet si alibi për të mbrojtur Ballukun, jemi dakord, por po shqyrtohet në thelb, në formë, një kompetencë midis dy pushteteve, pushtetit legjislativ, pra kryeministrit zgjedhur, dhe pushtetit gjyqësor. A mundet pushteti gjyqësor të ndërhyet pezulloj një ministër ta lërë qeverinë pa i ministri? Ky është thelbi që po gjykon kushtetuesja. Tani ç'lidhje ka kjo me vijimin e hetimeve për një ministre, e cila mund të qëndrojë dhe në detyrë me imunitet të hequr, por mbi të duhet vazhdohen hetimet. Pra, kjo amalgam që bën Rama midis të parës dhe të dytës, kuptohet që është thjesht një justifikim nga halli, sepse dy çështjet nuk kanë fare lidhje me njëra tjetrën. Nesër gjykata kushtetuese mund të japi të drejtë Ramës, mund thot po që sot e deri në përjetësi prokuroria dhe gjykatat nuk kanë të drejtë në Republikën tonë ta pezullojë një ministre, por prap kjo nuk e zhvesh SPAK-un nga fuqia që i ka dhënë ligji dhe kushtetuta për të kërkuar imunitetin e një ministre. Pra, edhe sikur ta fitoi Rama çështjen e parë, kjo nuk është pengesë